Reagimi i Xhebanit, reperi të njohur, pas lajmit tragjik për humbjen e Eldion Kelmendit, vëllait të Gjestit, ka qenë ndër më të ndjerët. Ai ka shprehur hapur dhimbjen dhe tronditjen që i shkaktoi kjo fatkeqësi e rëndë, duke treguar se edhe ai, ashtu si shumë të tjerë, është prekur thellë nga kjo ngjarje e kopshme që ka lënë një plagë të madhe në familjen Kelmendi dhe në mbar opinionin publik. Në reagimin e tij, Xhebani theksoi se lajmi për humbjen e një jete kaq të re është i papranueshëm dhe i rëndë për t'u besuar. Ai u shpreh se është i pikëlluar për familjen Kelmendi dhe për dhimbjen e jashtëzakonshme që po përjetojnë ata në këto momente zije. Reperi i njohur e cilësoi këtë humbje jo vetëm si një tragjedi familjare, por edhe si një dhimbje kolektive që ka prekur zemrat e të gjithëve. Ai gjithashtu shprehu ngushëllimet më të sinqerta për Gjestin, duke kujtuar se në momente të tilla fjala nuk mjafton, por prania dhe mbështetja morale janë gjithçka që ka rëndësi. Mesazhi i tij ishte një thirrje për solidaritet, duke i bërë të gjithë të reflektojnë mbi vlerën e jetës dhe mbi nevojën për të qëndruar pranë njëri tjetrit kur jeta sjell tragjedi të tilla të papritura. Fjalët e Xhebanit janë komentuar gjërësisht nga fansat e tij, të cilët e kanë vlerësuar për ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e treguar. Publiku e ka parë këtë reagim si një shenjë të fortë njerëzillëku, duke treguar se artistët, përtej famës dhe skenës, mbeten gjithmonë të lidhur me dhimbjen dhe emocionet e komunitetit të tyre. Ky gest i reperit është një shembull se si figurat publike mund të ndikojnë në shoqëri, duke përcjellë mesazhe ngushëllimi, humanizmi dhe solidariteti. Në një kohë kur dhimbja është e madhe, fjalët e tij kanë shërbyer si një ngushëllim i vogël, por domethënës për familjen Kelmendi dhe për të gjithë ata që ndihen të prekur nga kjo tragjedi.